Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministre dhe ministre e Detyrës së Drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla shman komentet mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ajo deklaron se lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të diskutojnë për bashkëpunime politike dhe mundësitë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit. Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur ti kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësitë që na ofrohen. Ajo shpreh optimiste se vendi nuk do të përballet sërish me bllokade institucionale, duke shtuar se mandati i marrë nga qytetarët duhet të respektohet. Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit, këtë herë do të respektohet deri në. Vazhdon procesi numërimit të votave të zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura më 7 qershor në Kosovë. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve, edhe këtë të hënë, po vazhdon numërimi i votave me post, ku nga 223 paku janë numëruar 80 prej tyre ose 35.87%. Sipas përditësimit të fundit në platformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetvendosje prind me 69.67% të votave të diasporës, duke pasuar nga LDK në vend të dytë, e cila ka marrë 15.17%. Ndër liderët e partive politike me më shumë vota prind Albin Kurti me 19.767 vota. Pas Kurtit renditet Vjosa Osmani me 3.425 vota. Në vendin e tretë renditet Bedri Hamza me 2.027 vota dhe Ardian Gjini me 1.449 vota. Ish ministri gjerman për Europën, Michael Roth, ka pranuar se ka gabuar në qasjen e tij ndaj procesit të integrimit të Kosovës. Sipas tij, për vite me radhë kishte besuar se përparimi në dialogun me Serbinë ishte kushti kryesor për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Roth tha se me kalimin e kohës e ka kuptuar që kjo qasje nuk ishte e drejtë pasi dialogu nuk ishte i balancuar mes dy palëve. Sipas tij, përparimi në dialog ishte shumë i rëndësishëm për Kosovën sesa për Serbinë, gjë që i krijoi Beogradit mundësinë ta përdorte procesin si mjet bllokimi ndaj Prishtinës. Roth kritikoi gjithashtu qasjen e Bashkimit Evropian ndaj liderëve autoritar në rajon, duke thënë se Europa nuk u ka dërguar gjithmonë mesazhe të qarta për orientimin e tyre gjeopolitik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dita e 15 e protestës shënoi me bllokimin e aksit rrugor Tiranë-Durrës, pasi protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë u vijua me marshim në drejtim të aeroportit ndërkombëtar në Tereza. Përpasoj dalja nga qyteti i Tiranës u bllokua për orë të tëra, ndërsa i vetmi aks për të lëvizur ishte rruga dytësore, dhe në aksin hyrës për në kryeqytet u krijua trafik kilometrik. Vetëm pas gati 5 orësh marshim, policia ndërhyri duke mos e lejuar rrugëtimin deri në aeroport. Për shkak të bllokimit, u krijuan radhë të gjata kilometrike duke shkaktuar dhe humbje të mundshme të fluturimeve përmes rrinasit. Pas bllokimit të aksit kombëtar Tiranë-Durrës, reagoi kryeministri Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë shkruan se kjo protestë nuk ka më asnjë lidhje me Sazanin dhe me Zvërnecin, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe i gjithë qasja e dokumentuar e qeverisë tregojnë qartë se qeveria është në lartësinë e interesit publik dhe të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Për shefin e qeverisë kjo protestë po godet imazhin e vendit dhe sezonin turistik, duke ushqyer perceptimin negativ dhe të pavërtetë të një vendi jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.